Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas ka deklaruar sot se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishin dakorduar për një takim të nivelit të lartë në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Megjithatë, Kallas theksoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë ndikuan në shtyerjen e këtij procesi. Përkundër kësaj, Kallas ka thënë se po punon me palët lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash nga dialogu. Ndërkaq duke folur për takimin e sotëm në Bruksel, Kallas deklaroi se temë diskutimi do të jetë çështja e zgjerimit dhe ajo se çfarë mund të bëjmë më shumë që të ecet përpara me reformat. Ministri i Jashtëm Glauku Njufca po merr pjesë në takim me homologët nga Ballkani Perëndimor dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në një deklarim për gazetarët para takimit, Njufca ka deklaruar se Kosova po kërkon trajtim të barabartë dhe të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se vendi është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për anëtarësim në BE. Kryediplomati kosovar ka shtuar se hapi i parë drejt këtij qëllimi është pyetësori i BE-s, duke ritheksuar ndikimin e Rusisë në minimin e sigurisë, jo vetëm të Ballkanit, por edhe të Evropës. Në gjykatën speciale në Hagë sot është duke u mbajtur seanca ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në lidhje me akuzat për veprat kundër administrimit të drejtësisë. Sipas kalendarit janë paralajmëruar që seanca do të mbahet deri më 15 maj. Dëshmitarja e ditës së sotme është ekspertja Halen Fraser, e cila ka shkruar raportin e 27 marsit. Dëshmitarja tha se në fushën e transkripteve forenzike punon tash rreth 23 vite. Si eksperte tha se ka dhënë akt ekspertiza në çështje penale, veçanërisht në Australi, tha se ka shkruar raporte për shumë vite për rreth 100 çështje gjyqësore. Sipas aktakuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta me grupet ka ndjekur një model të sjelljes për të penguar personat zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. Lidhur me rastin kundër administrimit të drejtësisë, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe Isni Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe u transferuan në objektin e paraburgimit në Hagë më 6 dhjetor 2024 në bazë të aktakuzës së konfirmuar dhe pletë arrestimeve të lëshuara nga Haga. Ndërsa Thaçit i është dërzuar fletë arrestimi në objektin e paraburgimit në Hagë më 5 dhjetor 2024. Vetëm edhe 2 ditë afat kanë mbetur për subjektet politike për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, me të cilët do të garojnë zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026. Zëdhënësi i KQZ-s Valmeri Rezi ka thënë se afati 11 ditor për subjektet politike do të përfundojë të martën në mesnatë. Sipas Elezit, numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 2 të dyshuar për veprën penale dhunimi në Istog. Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 5 maj. Lidhur me rastin dhunim ndaj viktimës femër kosovare, janë arrestuar 2 të dyshuar meshkuj kosovar. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, të njëjtit janë dërguar në mbajtje, thuhet në raportin policor. Viktima thuhet se ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa rasti është nën hetim nga njësitë relevante. 3 persona u vranë dhe 6 të tjerë u plagosën të hënën në sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor, pavarësisht një anëpushimi në vazhdim, raportuan mediat libaneze. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve, 2 persona u vranë dhe 5 të tjerë u plagosën në një sulm ajror në qytetin Eba në Nabatje. Në një incident të veçantë, një sulm me dron ndaj një makine në qytetin Haris vrau një person dhe plagosi vëllain e tij, tha agjencia. Avionët luftarak izraelit shënjestruan gjithashtu shtëpinë e një ish-kryetari komunal në Said, ndërsa një tjetër sulm u raportuan në Kfaruman. Nuk pati më njëherë informacion për viktima nga ato vende, shkruan Anadolu.